Vlora do të ketë shumë shpejt stacione autobusi moderne, të cilat do të jenë të pajisura edhe me informacionin përkatës për të gjithë turistët vendase të huaj që do të kërkojnë informacionin e duhur rreth Vlorës apo edhe orari të lëvizjes së transportit urban. Bashkia e Vlorës është fituese e një projekti të rëndësishëm nga GIZ, shoqëria gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar. Në këtë kuadër gjatë kësaj të hëne, përfaqësues të GIZ dhe specialistë që do të bëjnë të mundur zbatimin e këtij projekti zbritën në terren së bashku me kryetarin e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Ata diskutuan nga afër për projektin që do të zbatohet, duke parë vendet e qëndrimit të autobusëve, të cilët tashmë do të jenë të mbuluar, por edhe do të shoqërohen me informacionin përkatës. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetari e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e vlerësoi shumë të rëndësishëm këtë projekt, ndërsa theksoi se këto stacione do të jenë ekologjik, ndërsa stacioneve aktuale do t'i shtohen edhe 4 të tjerë. Është projekti i riabilitimit të stacioneve të urbanëve, sepse si shikoni vitet përpara kur është ideuar stacioni autobusave, mungojnë shumë element që tashmë koha i ka sjellë të domosdoshme, siç është pjesa e rambës. Pra, pjesa e rambës është një pjesë funksionale për shumë persona të cilët me aftësi të kufizuar që e përdorin autobusin, po edhe moshat e thyera. E dyta, elementi i shiut dhe i erës i ka lënë të ekspozuar. Elementi tretë është dekorativ, ai që paraqet oraret e autobusave, itinerari, por edhe historinë e Vlorës, pra ne do të integrojmë brenda një stacioni autobusi dhe informacionin për turistët, të cilët nëpërmjet stacioneve autobusave mund të marrin informacionin që u duhet dhe destinacionin ku ata duhet të shkojnë. Po kështu kemi menduar që këto stacione të qëndrojnë, pra mos të prishim të skelet, por ta formatojmë duke i quajtur stacione ekologjik, sepse elementi që ushtohet këtyre është një element i luleve dhe i pemës, pra është një element integruar. Ky është një projekt i ardhur drejt Bashkisë Vlorës nga GIZ-i, të cilët të rinj të GIZ-it kanë aplikuar pranë GIZ-it dhe kanë fituar këtë projekt. Ne kemi përkrahur dhe një pjesë të projektit do ta zbatojnë ata dhe pjesën më të madhe të projektit bashkë me 4 stacione të reja do t'i financojë Bashkia e Vlorës. Kryetaria e Bashkisë Brunilda Mersini tha se puna nisi qysh këtë të hënë në terren, ndërsa gjithsej pjesë e këtij projekti do të jenë 8 stacione autobusësh. Ka nisur që sot puna në terren. Të gjitha stacionet në bulevard apo në lungomare? Edhe në lungomare do të kryejmë stacione të reja, të cilat do t'i krijojë Bashkia. Pra, gjithsej janë 8 stacione autobusësh dhe stacionet e reja, siç është stacionet e Krapi që totalisht mungon edhe në lungomare. Vlora do të ketë tashmë një tjetër standard, sa i përket vend qëndrimit të autobusëve urban, duke radhitur qytetin përkrah qyteteve europiane që ofrojnë këtë shërbim. 8 stacione autobusi shumë shpejt do të jenë tashmë me një pamje të re, por edhe me informacionin e duhur për të gjithë turistët dhe pushuesit vendase të huaj.